Kam pasur talent të madh në muzikë, mendra të mëdha mirë, po ja që tani ushtron një detyrë plotësisht tjetër, jam ushtarak. Një oficer i lartë në armatë. Mirë pa ja s'ka qenë një qëllimi imi ka qenë sigurisht studimi në muzikë. Për emisionit 05, pyetja jonë për sot është, më mirë të jesh i pasur apo i lumtur? Për mendimin tim, pasuria materiale as pak s'ka rëndësi. Nëse jeni një familje të lumtur, keni një familje të shëndosh dhe me gjitha të mirat sa i përket gjitha anëtarëve të familjes, ai është qëllimi im më i madh në jetë. Pasuria materiale asnjëherë nuk do të bën që juve të lumtur, ashtu që shëndeti, mirëqenia dhe raportet familjare janë diçka që janë më prioritare për një familje të lumtur. Nëse ishe kthy edhe një herë më konë shumë i ri, cili është konë profesioni që e kishe zgjedhë? Unë të them drejtën, kam lindur me talentin e muzikës. Që në fëmijëri kam pasur dëshirë që ta studioj muzikën, mirë po për shkak të rrethanave socio-ekonomike, mirë po dhe rrethanave politike, për shkak se unë jam rritur në Jugosllavi, jam kumanovar dhe kemi qenë të shtypur nga slavat dhe s'e kam plotësuar qëllimin tim që ta studioj muzikën. Kam pasur talent të madh në muzikë, mendra të mëdha mirë, po ja që tani ushtron një detyrë plotësisht tjetër, jam ushtarak. Një oficer i lartë në armatë. Mirë pa ja s'ka qenë një qëllimi imi ka qenë sigurisht studimi në muzikë. A nuk e provu edhe ma vonë, ma ndej tash, nashta kishe mujt me bo diçka për me realizua ëndrrën tënde si muzikant? Ja, për shkak se profesioni im është i tillë, kuptimin paksa kufizues dhe janë bërë disa 10 vite, një dekadë që kam fituar sinuse, si lloj sëmundje të organeve të frymarrjes. Mirë po e kam pasion të lindur muzikën, kështu që si një nevojë fiziologjike. Në çdo lëvizje mund të them që këndoj nganjëherë për vete. Pasi në atë pjesa e muzikës, cili është një artist i preferuar kosovar ose në ai vendi tjetër që të pëlqen edhe e ngan me gjithë dëshirë? Sa i përket muzikës shqiptare, për mendimin tem këngëtarja më e madhe historike është Nezmia Pagarusha. Dhe kënga Baresha është masterpiece, si quhen në gjuhën angleze, domethënë kënga më e mirë e performuar ndonjëherë në gjuhën shqipe. Për sa i përket muzikës popullore, Dani, për mendimin tim, Ramadan Krasniqi është ai i cili mbizotron me muzikën popullore, mirë për muzikën e mirëfillt shqipe, Nezmia Pagarusha, jo vetëm në rajonin kosovar, në mbar trojën shqiptare, Nezmia Pagarusha është vepra më e madhe dhe talenti më i madh që ka dhënë historia shqiptare në muzikë. Ti the që e prej Kumanovës, apo? Çish po duket kënej? Është shumë bukur, me të vërtetë më pëlqen edhe për mendimin tim, Kosova ka një rënish më të re në Europë, pra që kam dëgjuar, jo vetëm që dëgjoj mirë, po që dhe po e vrej tani këtu, që e ka rinin më të re. Shumë raporte shumë të mira përpos një fenomeni cili e rrezikon qenien shqiptare, ndoshta s'është momenti ta them këtu, po fenomeni i webizmit, për mendimin tim, i cili janë futur nga infiltrime dashakeqe që ja duan shqiptarëve, posaçërisht nga infiltrime slave. Po mos të them serbe, që janë një infiltrim që duan të na ndyejnë kulturën tonë të vjetër arborore dhe shqiptare. A mendon që kishe mujt me ardhe me jetu në Kosovë, me banu këto? Unë edhe në Kosovë, edhe në pjesën e shqiptare Maqedonisë, e tëra është Dardani. Unë edhe si në Kumanov, si këtu ndiem në shtëpinë time. Në fakt ne gjithmonë kemi qenë pjesë e bashkuar e Dardanisë. Në histori ka qenë kryeqyteti i shqiptarëve, në Arbëri, pastaj edhe në kohën e Perëndimit ka qenë kryeqyteti i Velajetit të Kosovës. Kështu që ne si në Kumanov, si në Kosovë ndiem në shtëpinë time. Faleminderit shumë për kohën që na e dha. Kënaqësia është e imja.